Zyrtarisht në Shqipëri ka hyrë në fuqi rivlerësimi i pasurisë që ka një afat deri me 31 dhjetor 2026, ku çdo kush do të bëjë rivlerësimin e saj, përfiton tashmë prej vlerës prej 5%. Por si mund të kryhet rivlerësimi i pasurisë? Qytetarët kanë dy opsione: mund ta bëjnë vetë ose duke i dhënë pronës vlerën reale që kanë në treg me një rivlerësues të licencuar. Një prej mundësive është përmes kontraktimit të një vlerësuesit pasurisë së paluajtshme, duke synuar të japësh pronës vlerën që meriton. Ky i fundit bën raportin e rivlerësimit dhe më pas aplikon në ASHK nëpërmjet ILBENIA, duke depozituar raportin e rivlerësimit së bashku me licencën e vlerësuesit. Opsioni i dytë është duke pranuar çmimet minimale fiskale që ka vendosur Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Mënyra e dytë është me çmime minimale, ku shkohet direkt në ILBENIA, aplikon në ASHK dhe më pas Agjencia Shtetërore e Kadastrës në varësi të zonës ku je dhe të vjetërsisë së pronës të vendos çmimin minimal fiskal. Çmimi minimal është ai referencës minus 1% amortizim për çdo vit përdorimi. Secila rrugë rivlerësimi ka tarifa të ndryshme. Nëse kërkon që procesin ta bësh me çmimet minimale fiskale në treg, tarifa shërbimit që duhet paguar llogaritet në varësi të shumës së tatimit që do të rezultojë nga rivlerësimi. Në varësi të volumit të tatimit që do të paguhet, fillon me 3.500 lek tarifa që paguhet në ASHK deri në 10.000 lek. Nëse drejtohesh tek një rivlerësues i licencuar, tarifat janë të tjera. Nëse ndjek rrugën me një vlerësues të pasurisë së paluajtshme në varësi të kompleksitetit të pronës, raporti i vlerësimit për apartamente kushton nga 10 në 15.000 lek, nëse ke zyra shkon nga 40 në 50.000. Ndryshe nga sa pritej, rivlerësimi do të bëhet me referencat e vjetra në 60 bashkitë e vendit që janë rishikuar për herë të fundit në vitin 2016, ndërsa përjashtim bën vetëm kryeqyteti, ku referencat janë rishikuar në vitin 2023. Qytetarët përmes këtij afati deri me 31 dhjetor mund të përfitojnë nga rivlerësimi, pasi nga 15% ai tashmë bëhet në 5%.